Ermal Hasimi e Forumi për Dialogun Politik takuan kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha dhe aleatët tradicional të PD-s për të diskutuar rrugën për bashkimin e opozitës në betejën kundër qeverisë Rama. Në fund bisedës, Ermal Hasimi konfirmoi së gjetur gjuaj përbashkët që të gjitha partitë e opozitës e figurat shoqërisë civile të ulen së bashku në një tryezë. Kemi gjetur një gatishmëri shumë të mirë nga ana e Partisë Demokratike dhe aleatëve, kuptohet, edhe një mirëkuptim shumë të madh, nuk ka pasur kushte. Përkundrazi ka një interes të madh që kjo të zhvillohet. Hasimi asqëroi se ftesa për ndërtimin e një aleancë kundër qeverisë është pranuar nga Adriatik Lapaj, Dashamir Sheja apo edhe Diaspora për Shqipërinë e Lirë, ndërkohë që kanë refuzuar Arlind Çori dhe Agron Shehaj. Besoj që shqetësimi kryesor e ka në raport me Partinë Demokratike, sepse mendon që votuesit e vetë kanë votuar për të mos bashkëpunuar ose për të mos bashkuar votat me Partinë Demokratike. Pak ditë më parë, Forumi për Dialog Politik lançoi nismën për bashkimin e opozitës në betejën kundër kryeministrit Edi Rama. Ermal Hasimi synon që të ulë në një tryezë të gjitha forcat opozitare, të cilat në këndvështrimin e tij duhet punojnë për të pasur një qëndrim të përbashkët, jo thjesht kundër qeverisë, por edhe për çështje të rëndësishme si reforma zgjedhore apo mbështetja për sistemin e drejtësisë. Vërtet, po.